Përshëndetje, jemi që përshëndeson Mimoza Elezi, jam përsëri këtu dhe vazhdoj përsëri leximin e defterit të Sanxhakut të Dugagjinit që përmban dokumentet osmane të viteve 1550 dhe mbrapa. Në këto dokumente, të cilat kanë 400-500 vite që të shpalosen, ne shikojmë krahinat shqiptare, fshatrat shqiptare, përbërjen e fshatrave shqiptare, shikojmë regjistrimet e asaj kohe. Patjetër që kur bëj shfaqjen e këtyre dokumentave, kam edhe shumë pyetje nga shumë djegës të cilët thonë pse i ka regjistruar Perandoria Osmane, për çfarë qëllimi ka regjistruar Perandoria Osmane këto dokumente, pse i shfaqni etj komente nga më të shumtat. Patjetër që Perandoria Osmane i ka marrë regjistrimet shumë të rregullara të fshatrave shqiptare dhe të gjithë zonave ku ajo ka sunduar. Dhe për të mbajtur shënimet e fshatrave, të zonave dhe të vendeve ku ajo ka sunduar, patjetër që ka zgjedhur njerëzit e saj më besnik, sepse në bazë të shënimeve që administratorët që ajo zgjidhte, në bazë të shënimeve që mbanin administratorët që ajo zgjidhte, në bazë të këtyre shënimeve ajo do të mblidhte taksat dhe në bazë të këtyre shënimeve do të kishte informacion se sa djem kishte në një familje ose në një fshat, cilët do të merreshin, do të dërgoheshin në sarajet e sultanit, që të rriteshin dhe të përgatiteshin si ushtar, si general, si komandant etj. Pra, nëse një administrator nuk ishte i përpik në shënimet e tyj, për përbërjen e fshati, pra nëse një fshat kishte 50 shtëpi dhe ai shënonte 30 shtëpi, do të thotë që Perandoria Osmane në këtë fshat do të mblidhte vetëm nga 30 shtëpi taksa dhe 20 shtëpi pra nuk do t'i mblidhte, pra do të ishte një humbje e madhe për to, sepse në bazë të taksave që ajo mblidhte, këto taksa shkonin për administratën osmane të asaj zone dhe këto të ardhur shkonin në ushtri, në administrim, shkonin për nevojat e ushtrisë pra të asaj zone. Dhe nëse një administrator nga një fshat me 50 shtëpi do të shënonte 30 shtëpi dhe në këto nuk do të shënonte të gjithë djem që lindnin, pra Perandoria Osmane edhe nëse këtë fshat do të ishin 100 djem, administratori në këtë fshat nuk shënonte 100, por shënonte 40 djem, do të thotë që Perandoria Osmane këtu do të merrte 40 djem dhe jo 100 djem dhe patjetër që kjo ishte një humbje për të. Prandaj ajo zgjidhte administratorët e saj, shërbyesit e saj më besnik, që të marrin shënime sa më të përpikta, që të jepnin të dhënat sa më të sakta, që ajo mos të kishte humbje në mbledhjen e taksave dhe në marrjen e djemve. Jemi në defterin e Sanxhakut të Dugagjinit dhe shikojmë fshatrat që përmban ky defter. Në këtë defter shikojmë kryefamiljarët, pra nuk shikojmë të gjithë familjen, pra nëse një familje kishte 7-8 veta nuk shënohen këtu, por këtu shikojmë kryefamiljarët me emër dhe mbiemër. Shikojmë sa të krishterë kishte dhe sa musliman kishte, shikojmë se çfarë kultivojnë në këto fshatra dhe shikojmë taksat që paguheshin për çdo prodhim dhe produkt që kultivonte fshati. Gjithashtu shikojmë nëse në këto shënime kemi një shënim ku flitet, shikojmë që ky fshat ekziston apo jo, por në disa raste i kemi, në disa raste të tjera jo. Pra sot vazhdojmë leximin e defterit të Sanxhakut të Dugagjinit që i përkasin viteve 1570 e mbrapa dhe sot jemi me fshatin Dolina Raça, që ky fshat varet nga Rudina, nga Haset Perandorake. Pra të shikojmë përbërjen e fshatit, popullsinë e fshatit. Si quheshin banorët e këtij fshati? Fillojmë. Ishte Prand Bojko, Mark Papa ishte beqar, Papo Benku, Andre Baci ishte beqar, Stepa Kola, Jaka Prendi ishte beqar, Mark Gjeci ishte beqar, Deja Deda, Lika Papa, Deda Andrea, Stepa Prendi ishte beqar, Gjec Progoni ishte beqar, Gjec Papa ishte beqar, Prend Doci, Mark Gjeci, Mark Gika, Pal Petko, Bac Deja, Andre Papa ishte beqar, Andre Lika, Bac Papa, Stepa Benku, këtu kemi një shënim mbi këtë emër, do e shikojmë më poshtë, Benk Boga, Gjon Andrea, Goga Prendi, Deja Gika, Mark Deda, Mark Baci, Gjord Nika. Pra këto ishin banorët e fshatit Dolina Baçe. Siç e theksova më parë, në këtë defter ne shikojmë vetëm kryefamiljarit e një familje dhe siç pam këtu i kemi të gjithë të krishterë.
Kujt i përket sot fshati Dolina Raça? Si quhet ky fshat sot? Siç e kemi parë në fillim të defterit, ku theksohet se në përgjithësi në këto nahina, në këto zona, këto banoheshin nga shqiptarët autokton, por kemi edhe shumë pak familje të ardhura, të cilat kanë ardhur nga vende të tjera dhe janë vendosur në këto fshatëra, pra një pjesë shumë e vogël, ndërsa të tjerë të gjithë janë autokton shqiptar, pra e kemi theksuar në fillim të regjistrit. Tani të shikojmë se çfarë shkruan më poshtë, kemi edhe disa bashtina. Të shikojmë edhe bashtinat. Bashtinat pra janë ato pasuri, tokat dhe pasuritë e patunçme të trashëguara familjare. Bashtina e Sulejman Gjonçit, duart e Iliasit dhe të birit Aslanit, pra bashtina e Sulejman Gjonçit. Që shikojmë këtu kemi të gjithë familjarët e krishterë dhe nuk kemi musliman, kështu që ky Sulejman Gjonçi nuk mund të ketë një trashëgimi të tij familjare, por në përgjithësi çiftliqet i trashëgoheshin nga sultani, atyre që i besonin dhe këto quhen trashëgimtar, pra të ligjshëm. Bashtina e Papa Peqës në duart e Stefa Prendit, bujkut sipas hyjgjetit të Kadiut. Bashtina e Sulejmanit në dorën e Benk Kokës nga fshati Harrami Pënar. Bashtina e Lalës në dorën e Bac Papës. Bashtina e Likës në dorën e Biba Markut nga fshati i Shpërbendur. Bashtina e Likës në duart e të bijve të Hajdarit. Bashtina e Mustafaletit në dorën e Koka Buqës nga fshati Shqec i Vogël. Pra, këto pamë edhe trashëgimi të pasuritë, tokat e trashëguara dhe zotëruesit e tyre. Në përgjithësi, se që kemi parë edhe tek defteri Arvanit, kur Perandoria Osmane nuk i besonte një trashëgimtari, një administratori, ja merrte tokat dhe pronat e tij dhe fshatrat e tij dhe ja jepte një të besuari që e sillte qoftë edhe nga qytete të ndryshme të Turqisë. Shikojmë sa shtëpi kishte ky fshat, sa beqar kishte dhe të ardhurat dhe produktet që kultivoheshin në këtë fshat. Ky fshat kishte total 28 shtëpi. Nëse 28 shtëpi i shumësoj me 5 ose 6 frymë, pra do të shikojmë që ky fshat kishte rreth 140-150 banor. Beqarët total ishin 8, të ardhurat ishin një ispengje, pra e kemi theksuar edhe në programet e tjera që ispengje quhen takse që paguasin din të krishterët, ku në përgjithësi këto ishin shumë më të larta se sa ato që paguanin muslimanët. Dhe pagesat në ato kohë bëheshin me akçe, akçet ishin monedha argjenti, monedha serme dhe shumë herë pagesat bëheshin edhe në flori. Ispengje paguashin, pra të krishterët paguashin 900 akçe. Për 6 barë grur pagueshin 300 akçe. Për 5 barë elp pagueshin 150 akçe. Për 2 barë thekër paguanin 80 akçe. Për 8 barë tagji paguanin 120 akçe. Musht për 5 medre musht paguanin 50 akçe. Taksa e barit ishte 120 akçe. E dhjeta e lirit ishte 30 akçe. E dhjeta e bletëve ishte 30 akçe dhe në këtë fshat gjindeshin 3 mulli dhe për 3 mulli pagueshin 90 akçe. Si që kemi parë në defterin Saxhakut të Arvanit, një mulli paguan të 15 akçe, për 3 mulli 25 akçe duhet të paguen, po këtu nga që janë ispengje, pra ato që paguen të krishterët, nuk paguen 25 akçe, por paguen 90 akçe, pra sepse taksat e tyre ishin më të mëdhaja. Shikojmë bashtina e Ben Kokës dhe e Pula Palit në dorën e Aliut dhe të Dodës, i birit të Kasëmbeut, të ardhurat të tyre ishin 50 akçe. Çiftliku i Kasëmët, i biri i Shirmerdit, jep të dhjetat e tyre. Vlera e kashtës është 30. Niabeti, taksa e martesës dhe të tjera ishin 40 akçe dhe shuma në totalisht që paguanin ishin 2000 akçe. Pra, miq sot pamë për bërjen e fshatit Dolina Raça, dhe si që pamë në fshatin Dolina Raça të gjithë banorët ishin të krishterë dhe çiftliqet më tepër administroheshin nga personat të zgjedhur të Perandorisë Osmane dhe ato patjetër që janë të fesë muslimane dhe si që kemi dhe patjetër që taksat e rënda dhe kushtet e asaj kohe kanë ndikuar që popullsia edhe të ndryshojë fe. Sot kujt i ngjatë ky fshat? Ku gjendet ky fshat? Si e ka emrin ky fshat? Ato që janë të zonës së Naisë duka gjinit, pra që përfshihet këtu, le të na shpjegojnë, le të na thonë si quhet ky fshat sot, ku gjendet ky fshat sot, kemi të dhëna mbi këtë fshat sot apo jo?
Dhe në programin e ardhshëm do të shikojmë një fshat tjetër që do të jetë fshati Bozhga i krajinës së Dukagjenit. Pra, siç e kam theksuar, programit me shpalosin e dokumentave do të jenë të shkurtra, do t'i marr një nga një fshat për fshat që të mos ngatërohet, ndërsa ato të defterit të Sanxhakut të Arvanit i marr 2-3 timare së bashku, sepse ka timare që ka vetëm një fshat dhe programi del shumë i shkurtër, qoftë 1 minutë ose 2 minuta. Prandaj mundohem që programet minimum të jenë 10 minuta, maksimum të jenë 15-20 minuta. Por këtë defter do ta shpalos një nga një, fshatra do të jenë të ndara, pra cili fshat, ky fshat, ai fshat nuk do t'i përzihet fare, dhe këto programe do t'i gjeni çdo të mërkurë në orën 18 në kanalin tim të YouTube-s Mimoza Elezi Al. Shpresoj që të gjithë miqtë më ndjekin, të më përkrahin duke më bërë like në video, duke komentuar në video. Përse e kërkoj këtë? Sepse YouTube këtë e vlerëson dhe patjetër do të thoni wow, Mimoza kërkon klikime, patjetër që kërkoj klikime, sepse po bëj një punë, po der diers, po loj kohën dhe po mundohem të hedh dritë mbi ato dokumente të cilat kam më se 500 vite që rrinë në rafte dhe askush nuk i shpalosën, dhe patjetër që kjo ka rëndësi për ne sepse janë shpalosja e fshatrave shqiptare, të cilat sot një pjesë janë zhdukur, një pjesë ka ndryshuar emrin, dhe patjetër që pjesa më e madhe dhe të gjithë këto fshatra kanë ndryshuar edhe popullsinë e tyre. Të ndrosh popullsinë, pra të ndrosh emrat, të ndrosh mbi emrat, të ndrosh dinjitetin tënd, do të thotë të humbësh dinjitetin tënd. Prandaj kjo është një punë goxha e madhe dhe patjetër që dua që këto video të bien në faqet të çdo personi që ka YouTube kudo që gjendet në botë. Prandaj kërkoj që të bëni like, të komentoni, të shfaqni videot dhe nëse keni mundësi, abonoheni në kanalin tim. Faleminderit. Dhe mirupafshim në programin tjetër, pra do të shihemi me fshatin Bozhga.